Jam në dhomën, duke hyrë në dhomën e ndenjes të vilës, ndoshta një prej vilave më të shtrenjta që një shqiptar posedon, pronë një shqiptari që do të mbetet anonim, e ndërtuar në shekullin e 17, e poseduar nga një gjerman i cili vendosi të shesi pikërisht shqiptarit. 40.000 metra obor, rreth 1.800 metra kjo vil, 6.000 metra 3 vilat që janë brenda oborrit, dhe me një koleksion të rrallë të veprave të artit, siç po e thoja. Vila ka rreth 12 veta personel shërbimi, rreth 6 baçevan. Kjo është pjesa që do t'ju tregoj mbasi t'ju tregoj një herë dhomën e ndenjes, ku ndodhen një pjesë e madhe e veprave të artit. Tani po hyj në pjesën e ndenjes, që është pjesa që vjen direkt nga dera e jashtme dhe del në drejtim të verandës. Tani kjo është pjesë shumë interesante, po mundohem t'ju tregoj pak nga pak, sepse edhe këtu ka vepra arti të rralla. Gjëja më e rrallë në fakt e vilës është një gjë tjetër, nuk e di nëse ndriçimi është nuk e vëdot. Një gjë është e veçantë. Vila ka 3 shandan. Të 3 shandanet e ndenjes, pra ky i madhi, është jashtëzakonisht i madh. Është mbi 2 metra diametër. Vetëm ky shandan, së bashku me 2 shandanet ansor, këtë që vjen në këtë drejtim të vilës, dhe që është mbi këndin e ndenjes, që do të tregoj në fund. Dhe shandanin tjetër që është në anën përballë, ku është tavolina e ngrënjes, pra shifen dhe një shandanin, që thash ky shandan i rrallë, të 3 janë blerë në Ankan dhe i kanë përkitur dikur mbretit Luig i 16, së bashku me 2 dyer që do t'ju tregoj në fund. Po e nis tani, me që jam në këtë drejtim, po e nis këtu. Kjo është dhoma e ngrënjes me oxhakun me një mermer të rrallë, është i njëjti mermer që është përdorur nga italianët për vilën e Zogut në Durrës, me një ikon të varur, ikon tipike dhe në hapje mbyllje, që me vazot japoneze, shihni, me një shandan tjetër krejtësisht argjendi, masiv, me disa nga pikturat. Ky është një dollap i cili brenda tij ka të gjitha argjendurinat e shtëpisë që përdoren, shihni. Pjatat e argjendit me të cilat serviret, argjendurina tjera, shife. Kjo është pjesa tjetër e shandanit, disa prej pikturave. Janë tavolinat e ngrënjes, është tavolina e ngrënjes, e cila po përballë ka një tjetër ikon dhe shandanet edhe porcelanet, shife. Gjithë servisi i ngrënjes është prej argjendi. Pjata argjend, lugë thik argjend, gota kristalit lara me ar, edhe shandani i lar me ar i gjithi. Këtu janë 2 konsola që mbajnë po ashtu shtresat me vazo japoneze dhe me piktura, gjithat ndezur e shandanët. Edhe kjo piktur tjetër, sipër. Ndërkohë këtu hym në dhomën e ndenjes, e cila ka 2 gjëra të rralla. Përveç se ka një vazo shumë të rrallë japoneze, me i vlerë 1000 euro, ka 2 piktorë japonezë, të cilët kanë 2 parete të mëdha prej 6 pikturash, dhe është një prej veprave të kotuara në Japoni, një statuj të Budës antike. Të gjitha pikturat janë, skulpturat janë kryesisht japoneze, shihni. Interesante është që këtu pronari ka lënë kapelet e tij, të cilat pronari shqiptar, pra gjermani nuk i ka prekur. Ja, dhe këtu janë 3 private jetët që pronari përdorte gjatë kohës që udhëtonte. 3 private jetët e tij, i dyti dhe i treti, ndërkohë që të gjithë këto shihni se çfarë punimi ka, komodina përballë. Shihni dhe skulpturat. Ndërkohë përballë thash është sërish një prej 2, pra një ishte në anën tjetër,
Këtu është dy prej pikturave të rralla japoneze, një tjetër bud, është si një sallë japoneze. Këtu ka një humiditor ku ka disa nga purët e rralla që mund t'jesh kudo në botë. Këtu po hy në pjesën e ndenjes, që mua ishte pjesa që më pëlqeu më shumë. Për shumë arsye, këtu është tavolina e tij e punës. Pra tavolina e tij e punës, ku ai ka, përveç çelsave që i mban kudo të shtëpisë, ka edhe disa nga veprat, disa nga pronat e tjera që ka pasur, sërish një orë e rrallë, 2 piktura. Po këtu në këtë sallë ndodhet, shihni sa e bukur salla, shihni çfarë dyshemeje ka. E gjitha mozaik, komplet mozaik, shifeni se çfarë bukurie ka dyshemeja. Këtu ka disa nga pikturat e rralla, shifeni se si është pjesa e ndenjes në vetvete, është shumë e bukur. Shumë e vështirë të gjesh një vil kaq manitse, shifeni pra mas shpinës time se mund duket me i kënd më të gjerë. Shife. Këtu mendohet që është një punë e Degas, të paktën kështu ma jetë ChatGPT janë një prej punëve të herta të Degas, ndërsa këtu janë disa vepra tjera më të vogla, këti. Dhe një prej veprave më të famshme, kjo këtu, që është fantastike. Kjo është një prej veprave të shtrenjta, është vendosur mbi oxhakun, mbi pasqyrën e oxhakut kryesor të shtëpisë. Dhe oxhaku që ndërkohë është një tjetër pikturë, vazot famshme japoneze të vendosura në të gjitha anët, shifini. Të gjitha vazot kanë vlerë me 10.000 euro, sidomos kjo e madhja, një pikturë të 1700-s, po përdor ChatGPT për të identifikuar të gjitha detajet në për tavolina janë skulptura me vlerë, por gjëja më interesante e kësaj dhome është këtu. Këtu janë disa nga librat e rrallë që pronari i koleksiononte. Janë kryesisht gjermanisht, por brenda këtij koleksioni shihni edhe pikturat e tjera fantastike. Brenda këtij koleksioni, ku ndodhen, thash, ja dhe statuja Atlasit e famshme që sot është vendosur përballë Rockefeller Center në New York, statuja antike egjiptiane këto, janë të vendosur disa nga librat shumë të rrallë, shihni, midis të cilve, libra shumë të vjetër. Ky për shembull është i 1700-s, 1600-s, 1800-s, midis tyre ndodhen dhe 2 Bibla. Këto 2 Bibla që po shihni këtu, këtu, dhe kjo tjetra këtu, janë 2 nga Biblat më të vjetra në botë, të cilat janë listuar nga Shoqëria e Mbrojtjes Biblave në Washington dhe rezultojnë të jenë këtu, pra janë me certifikate ruajtje, ndërkohë ka shumë libra të tjerë, midis cilëve pash edhe komedinë hyjnore, Homerin, të mundohen të marrë njërën prej Biblave, por nuk e di nëse e nxjerr dot vetëm me një dorë, do ta vendos kamerën këtu dhe të përpiqem ta nxjerr vetë. Shihni Biblën, kjo është Bibla. Është një Bibël antike, s'po e hap se po kam frikë. Dhe po e vendos prap në vend. Një prej 2 Biblave më të vjetra të botës, thash, pra shumë e rrallë si aq sa mund të filmoja me selfie. Pronari shqiptar kalon këtu shpeshherë fundjavat, fton miq, ai më ka ftuar për të kaluar një fundjavë, thash donte të mbetej anonim. Është një prej atyre milionerëve shqiptar që është pasuruar kryesisht me punë në vitet, jo kryesisht, vetëm me punë, po kryesisht në vitet e fundit, dhe që është sot një prej biznesmenëve më të mëdhej në Europë. Është pasuruar në Europë, nuk ka bërë asnjë aktivitet në Shqipëri, në Kosovë, është pasuruar në Europë dhe mbetet, kërkon të mbetet anonim, pra nuk ka shumë dëshirë që të flas për të, ndërkohë, thash, e ka bler këtë vil fal për kushtimit ose
intensitetit me cilin ai ja ka kërkuar pronarit, duke i premtuar që nuk do të ndronte asgjë nga vila e vjetër që ishte, dhe thash është një vilë me një pamje fantastike. Do mundohem t'ju tregoj dhe një moment pamjen në momentin që dal këtej. Është, shifeni tani se çfarë pamje të mrekullueshme ka. Shifeni se si vjen e gjithë vila deri në liqen. Tani mbetet vetëm t'ju tregoj pjesën tjetër, shkallët kush koleksioni dhe bodrumin poshtë.